Kur ka pasur? Ne patëm plan 50% të pagës minimale të ju dhurojmë sektorit privat. Tash po e flasim të ndihmojmë edhe në pagën e 13 e keni ndëgju programin. Edhe pagën e 14 fakt është përmendur. Dhe rrjedhimisht, gradualisht të punojmë drejt asaj që të sigurohet edhe paga e 14. Në mënyrë që punëtorët tanë të jenë stabil në vendet tona të punës dhe të mos lëshojnë vendin. Ka shumë politika të cilat janë ndërmarrë për t'i përkrahur bizneset, po ashtu e kemi edhe super punën për rinin, e cila ka rezultuar shumë e suksesshme. Dhe në si pikë të programit dhe si zotim në qeverinë e ardhshme, e kemi edhe super punën për gratë. Duke e parë që kjo ka rezultuar e suksesshme, 6 muajt e parë të pagës të punëtorit me super puna janë paguar, janë subvencionuar nga qeveria. E qarë, por zonja Isuli, sa i përket pagës zotimit për pagën e 13 dhe 14, po shihet pak sikur e pamundur që të ndodhë. Këto më kujtove një rast. Është menduar mirë kjo puna e pagës 13 dhe 14? Më kujtove një rast kur në fushatën e vitit 2021, kur e shoh programin e lëvizjes, më është dashur të pyes dhe të sigurohem se është e vërtetë që ne të gjitha nënave të reja do të mund t'ju japim pagë nga 170 euro. Ishte pak e pabesueshme, edhe pse i përkas kësaj partie, isha si kandidate për deputete dhe isha pak skeptike se a jeni të sigurt, a i keni, do të thënë që do ta realizojmë për të gjitha nënat e Kosovës që lindin fëmijë të marrin pagë nga 170 euro. Ne e filluam me 170 euro dhe këtë po du ta them që zakonisht e kam parim edhe princip që ta krahasoj jo qeverinë me të kaluarën, mirë po zakonisht bëj analiza dhe ulëmtime se sa kemi pas progres qeverisja Kurti gjatë 4 viteve në pushtet, se si i ka menaxhu financat publike dhe si i ka kthyer tek qytetarët nëpërmjet mas. Unë shumë e konsideroj dhe jam e kënaqur, po hala pres, hala më shumë punë në të ardhmen mirë, po nuk është që jam e pakënaqur. 170 euro e kemi gjetë pagën minimale, ashtu i fillum edhe pagat për lehona, mirë po sot i kanë marrë, besa i kanë marrë që 2-3 ditë me 500 euro pagë të gjitha nënat e reja. Po ashtu edhe shtesat për fëmijë. I fillua me 10 euro, premtimi ynë elektoral ka qenë 10 euro. Ne kemi të i kalu edhe vetë vetën. Do më thanë edhe premtimet tona dhe sot fëmijët marrin nga 35 euro, kush i ka 3 fëmijë më shumë nga 45. Dhe këto si premtimi ynë për të ardhmen është që do të rrisin, do të dyfishoj brenda mandatit. Brenda një mandati? Brenda një mandati. E qartë. Ndërkaq zonja Sufi, më herët ju e përmendër që